populizmi i arshëm do të ketë një stof tjetër kulturor dhe këto që sot testohen limitet kushtetuese, më pastaj do të jetë shumë më vështirë me i mbrojt se sa do thotë që është sot. Shumica e... Edhe kësaj mund t'i kthejmë edhe ma vonë, po shumica... Një deputet i shpe përmeni cilë e shtetë fëqin që i kem këto shqiptarë, një për i se ka shqiptarë ju dinë gjitha. Unë i krejti në Kosovë këtë para pak mujve, i kësha pa thonë, unë të i pa disa në mas një vjetë dytë qeverisës, thash kam frikë që do t'jesi nën Terez, ata për para që përshone tash, edhe ma përmeni dhe unë këte e besoj dhe është, do në thotë, gjdojra ma shumë me pa logaritë, do në thotë, këto venet e BE-s, flasim, do në thotë, njerëzit e caktum, deponimit e bankave që shkojnë prej funksionarëve të naltë. Kanë fërë edhe për para, po edhe tash në për bankat evropiane. Kështu që, do në thotë, kjo është jashtëzakonisht problematike, po flasë në aspektin si qytetarë, që i kam dhonë betim në atë kushtetut, dhe i kam shërby, do në thotë, në dy postet, në mënyrën më të ndershme, të moshme saj për këtyre, do në thotë, gjanave të shëmtuarat, cilat duket që janë kozja defekt strukturor i shoqërisë tonë. Nëse gjërat kishin qenë kaq thjesht, ose janë dy deklarime që gjatë ditës më bën përshtypje, Lumir Abdixhiku po thotë nuk ka shans